Para pyetjeve me spes që kemi pas për musafir, a ki edhe në pyetje tjetër? Po, do shta vetë Meridianin, a kina i këshill që dënë me adhon dikuj që dënë me marë pjesë në Big Brother, se ti ki shumë eksperiencë. Këshillat s'mu mune me adhon vete jo njerëzë. Ajo. Vetëm thjesht shijojni, edhe Big Brother përfundimisht për mu ka diçka që në Big Brother do të me qenë i pamëshirshëm. Në fakt edhe në jetën e përditshme ju do të qenë i pamëshirshëm. Nuk është se e ka shumë problem kush për ty, kështu që në atë momenti kur e shohin që ty të rreshkit kama, edhe nëse e kanë mundësi me ta lënë dorën, pa kush nuk ta jep dorën, po ta futet dhe të shtyme, të rrëzon tamam një herë mirë që thotë inshallah s'po çohet më. Kështu që Big Brother nëse jo inshallah nuk çohet më, të shtyn. Kush valla? Njerëzit. A njerëzit? Njerëzit. E kanë këtë Robert Tene. Ha. Se me nem dikon inshallah s'qohet më. Jo, po them Big Brother. Edhe kështu me po. Për Big Brother kena na, kështu që Klajdi, apresim ndoj bashkëpunim? Jo më kot jam prej kohësh që po bëj para mbrapa dhe unë Prishtinën si Meridiani. Jam duke kontaktuar me dhe kolegë, të shohim finalizimin. Sigurisht nuk do të mungojmë bashkëpunimet, por nuk e di e radhës apo... Ty me kënd ki shku nga Kosova me një femën. Kosova ka artiste shumë të mira, shumë të famshme. Nëse do të kisha mundësin të zgjidhja, sepse... Për shumë Dafina është perfekte, po është pak shazanë. është jo pak, po shumë. Shumë, po, mirë, okej, e themi në Shqipëri me shëra, jam pak shtatzanë, dhe më thënë. Edhe, po, Dafina është number 1, edhe urojmë që të shkaj gjithë shka mirë me shtatzanin e saj, është super artiste. Super artiste, ka. Po dhe me ndo një mashkull këtu, prej këngëtarëve në Kosovë, për me kemi shumë. Po mund të flasim dhe pas emisionit bashkë, mund të rekomandosh diçka ti, sepse... Roberti, po t'jep mundësin që ti me bo një thirrje... Kosovë, që me ke Granit Xhakën, ajo aj futbaler është. Ase mos e kishë patë Granitin e Big Brotherit, me e lidhë prapë. Po, s'ka lidhje me qka të ke nevoj, diçka, muj me të ndihmu, po është mirë me pas bashkëpunime. Sigurisht. Na këtu jemi. Edhe bendi nëse duhet në herë për nëjë koncerta për diçka, të shtajmë pa punë prej sonë. Santianë, au tek diçka, s'po mujmë i durusme, edhe me Ramazan, s'unë pi boj. Po, pëse s'pe merë babukën që më nërë, që 4 vjetë kemi aty, dha pëse s'pe merë një babukën. Po shë dhe mirë. A pe vrejnë dalimin ta që e nalë në ndryshimin, ajo? Zhurmë. Zhurmë, ha? Se qarë. E tash e kemi na dhe pjesën e dytë të sponsorave, Santi, që zbën me harru, të ishtirë në syzat mrapsht. Me qka po i loni dhëmt, ju të bendit, se nashta nuk ju përjashtej edhe sonte. Si loj me qa. Ha? Këtë si loni, ja? Qërë ku është këtu? Një... Bron.